A je lodh, jo fizikisht, por shpirtnisht. Nga përpjekjet që nuk po japin rezultat, nga njerëzit që s'të kuptojnë, nga heshtja kur ti po kërkon një përqafim, nga ajo ndjesi që ndonjëherë edhe vetja të duket sikur të ka harruar. Po ndalem pak sot, jo për me hek dorë, por për me kujtu që edhe kjo dhimbje është dëshmi që ti je të luftu, që ti nuk po ik betejës, që ti po jeton me guxim. Sepse me u dorëzu është e lehtë, me u fsheh prej botës është edhe ma e lehtë, por me ecë përpara, edhe kur shpirtit ka marrë fund, kjo është fuqia jote.